Kolonja mirëpriti për 2 net me radhë festivalin kombëtar të sazeve, një nga aktivitetet më të rëndësishme kushtuar muzikës tradicionale shqiptare. Në Leskovik dhe Ersek u ngjitën në skenë grupe folklorike nga zona të ndryshme të vendit, të cilat sollën për publikun këngë, valle dhe interpretimet më përfaqësuese të traditës popullore. Festivali që organizohet prej vitesh në këtë trevë synon ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore jo materiale. Festivali në tërësi synon promovimin e trashëgimisë jo materiale dhe më saktësisht promovimin e sazeve popullore, duke qenë që është informacion shumë unik për Shqipërinë dhe shumë i rëndësishëm për trashëgiminë tonë shpirtërore, meriton që jo vetëm të ruhet, por edhe të trashëgohet në brezat e rinj dhe ky është pikërisht qëllimi i këtij festivali. Artistët vlerësuan rëndësinë e këtij festivali në ruajtjen e muzikës tradicionale dhe përcjelljen e saj tek brezat e rinj. Instrumenti është një gjë e dashur për mua, një gjë e bukur, që është muzika që mund të pyesim, është edhe instrumenti. Çfarë është muzika? Është edhe instrumenti. Gjithmonë me instrumentin, se pa instrument nuk mund të thuash muzikë. Që në rini jemi aktivizuar me grupin e Gramshit. Kemi marrë pjesë në festivalet Gjirokastër, në festivalet ballkanike. Është një festival i cili përveç trashëgimisë të gjitha gjërave që kultura jonë popullore i ka me shekuj, t'i ruaj dhe t'i trashëgoj ato brez pas brezi. Kemi ardhur të kultivojmë edhe ne 2 valle, një kemi quajtur vallen e Gajdes të Ladorishtit, po edhe një tjetër me vallen e Beraçës. Është valle Beraçës që në ndër breza është luetur te neve. Me tingujt karakteristik të sazeve, vallet dhe këngët popullore, festivali solli edhe një herë në vëmendje pasurinë e folklorit shqiptar, me qëllim mbajtjen gjallë të traditave dhe forcimin e lidhjes së brezave të rinj me kulturën dhe identitetin kombëtar.